Ndërsa selia qendrore e PS-s në Tiranë vlon nga kontaktet për aleanca para e paszgjedhore, shumë aktiv po tregojnë dhe socialistët në emigracion të rajonit të Mesinjas në Greqi. Ata kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi me Sirizan, një parti supremajt në spektrin politik të fqinjve, duke lënë më një anë aleatët tradicional të PASOK. Πώς είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να μιλά για πρόγραμμα που δεν βγαίνει? Mesinja është një rajon i madh në jug-perëndim të Greqisë ku jetojnë shumë emigrantë shqiptar. ABC News kontaktoi socialistët e këtij rajoni, që konfirmuan se para pak ditësh janë takuar me drejtuesit lokal të Sirizas, të cilët kanë pranuar të ndihmojnë në organizimin elektoral të emigrantëve shqiptar. Për këtë, partia greke do t'u ofrojë socialistëve edhe ambientet e zyrat e saj. Vetë socialistët e Mesinjas pohuan se marrëveshja ka qenë iniciative e tyre dhe nuk ka ardhur si kërkesë nga Tirana. Gjithsesi, grekët e Sirizas do të kenë përfitimin e tyre nga kjo marrëveshje. PS e Mesinjas pranoi se pjesë e marrëveshjes që po tentohet të shtrihet edhe në zonat të tjera të Greqisë është premtimi se emigrantët shqiptar do të votojnë për Siriza në zgjedhjet e ardhshme lokale, nëse kjo do t'u lejohet përsëri ashtu si në vitin 2010. Por ku mbështetet realisht marrëveshja mbetet një mister. Ligji që lejoi votën e emigrantëve është shpallur antikushtetues. Kryeministri Samaras është kundër atij, ndërsa ligji i ri që po hartohet nuk e njeh këtë drejtë. Mbetet për të kuptuar përse Partia Socialiste nuk i ka kërkuar ndihmë aleatëve të PASOK, një forcë e qendrës së majt dhe anëtare si PS e Internacionale Socialiste. Dega e Mesinjas sqaron për ABC News se PASOK është në një moment kritik, kështu që Siriza është në këto momente forca që luan rol të rëndësishëm në jetën politike greke.